Në kryetare, faleminderit për fjalën, e kam realisht të vështirë, zonja në kryetare, të kuptoj se ku gjeni kurajon të vini këtu e të flisni për fondet e Bashkimit Evropian. Fondet e IPARD-it, 130 milion euro, zonja kryetare, ju i ndat me miqtuaj, me kryetarët e bashkive, me familjarët e deputetëve, të ministrave. Bashkimi Evropian i ndaloi ato fonde dhe tha, jo vetëm që nuk japim këto 100 që duhet të merrnit, por duhet na ktheni 30-ën që keni vjedhur. Dhe nuk e kuptoj si vini këtu e thoni do shtojmë fonde. Ne fondet i kishim, zonja kryetare. Ishin këtu. I kishte qeveria, thjesht do t'i shpërndante, t'i merte nga llogaria bankare e qeverisë dhe t'ja jepte qytetarëve fermerëve. Këtë s'bët dot ju dhe ju flisni për plane. Kur nuk bëni një gjë kaq elementare, zonja në kryetare, si do i bëni gjërat e vështira? Këtë nuk e kuptoj. Si mund të vini të talleni këtu? Kjo është një histori e vjetër, fatkeqësisht, po duhet ja kujtojmë qytetarëve shqiptar. Sot në fakt duhet të sjell në vëmendjen tuaj një problem tjetër shumë të madh. Nuk ka ditë që nuk ndodh një konflikt për pronat në këtë vendin tonë të varfër, të vogël, nga i cili gjithu antikin. Çdo ditë ka një konflikt për pronat. Ja ku e keni sot pamjet e qytetarëve shqiptar që protestojnë për pronat e tyre, përleshen me policinë, sepse policia me urdhrin tuaj shkon atje për të mbrojtur oligarkët, për të mbrojtur miqtë tuaj. Ja ku i keni. Ja ku janë pamjet, edhe sot shfaqja e përditshme, sepse ju nuk e pranoni dhe nuk e imagjinoni dot se si mundet të zbatohet ligji dhe prona të shkojë tek pronarët legjitim dhe jo në xhepat tuaja dhe jo në pronësinë tuaj. Sepse ne këtu flasim për shumë gjëra, por nuk flasim për radhët e qytetarëve. Dhe ne nuk do lodhemi pa përmendur çdo herë që marrim fjalën pa drejtësinë më të madhe që i keni bërë këtij populli. Dëgjoni vetë me veshët tuaj, se po nuk e tham, po nuk e sollëm këtu. Me letra, me venim me gjykatash dhe me të tona. Bashkim ulej. Na ka kërkuar 3 herë me radhë dokot me ta për punë pazarit. Na më mirë me shku mu me të në bunë, me çmimin si na ka vonaj. Kjo rrugë që kalon këtu, është e fshatarëve? Dhe në funit Bashkimi Ulës thotë, ja, sillemi në rrugë tjetër, nuk ka problem. Ka që mundësi kena ne? Do ketë përplasje fizike. Ka mundësi se një liri a fitu në asnjë shtet botës pa gjak. Edhe këto liria e jonë është prona. Ai veç se ka ardhur kot me këtë fatë Roma, toka është e jona, ai s'ka punën e tonën. Ç'a don? Janë në tokën e tyre, janë në pronën e tyre që ju po i vidhni. Tani konfliktet mbi pronën janë të përditshme. Unë nuk di të them kush ka të drejtë në këtë rast, si në shumë raste të tjera, por unë di të them aman me kë jeni ju. Interesin e kujt mbroni ju. Dhe interesin e kujt mbroni ju e keni treguar e tregoni përdit në këtë parlament, duke marrë vendime gjithmonë në favor të fortëve, në favor të atyre që kanë pushtetin, në favor të atyre me të cilët ju ndani pronat. Dolën përgjime të Belinda Ballukut, ku pikërisht për të oligark e thot shprehimisht, për rrugën Thuman Kashare kanë fjalën, 1.3 miliard euro, dhe thot Belinda Balluku, po i bëjmë nderin e jetës. Ju midis interesit të qytetarëve, që të harxhonin sa më pak për të ndërtuar rrugën, ju zgjodhët t'i bënit nderin e jetës një oligarku. Tani duke lexuar këto përgjime, çfarë duhet të mendojë ai qytetari thjesht atje? Me kë jeni ju? Me kë mund të jeni ju në përplasjen për pronën midis qytetarëve dhe oligarkut? Pasi vetë e keni pranuar që keni bërë nderin e jetës një oligarku. Ju jeni gjithmonë me abuzuesit, sepse abuzoni bashk. Ju nuk i bëni nder në fakt askujt. Nuk e beson njeri Tauland që kjo qeveri dhe Belinda Balluku u ngrit një mëngjes e tha priti bëj një nder unë këtij zotris, sepse jam sot dua të bëj një nder dhe zgjedh i bëj nder atij. Po jo, nuk është kështu. E vërteta është që ju jeni ortak.
Ju nuk i bëni asnjë nder ati. Ju me atë ndani parat, sepse një pjesë e merrni prap. Dhe nderi në fakti, vetmi nder që i bëni ati, është që kur zgjidhni dikë me cilit ndani parat, zgjodhet pikërisht atë. Ai është nderi që i bëni, sepse zgjodhet atë, mund të zgjidhni dikë tjetër, po ju zgjodhet atë. Dhe ky është nderi që i bëni, sepse zgjidhni atë si ortak, se ati nuk i bëni ndonjë nder të madh, jo. Ju nderin ja bëni vetes tuaj. Pse e bëni, ose pse keni mundësi ta bëni? Sepse keni kapur drejtësinë, deri dje e kishit drejtësinë totalisht në kontroll. Ndërkohë që ne flasim këtu, është mbledhur gjykata kushtetuese dhe për herë të dytë ka njoftuar që do marrë një vendim. Gjykata kushtetuese për herë të dytë tha do marrë vendimin në lidhje me pezullimin e Belinda Ballukut, që do të thotë një zyrtare lartë, zyrtarja e dytë më e lartë në qeverinë e Shqipërisë, mund të qëndrojë në detyrë, ndërkohë që Spaku e akuzon sepse ka vjedhur dhe ka abuzuar me fondet e të qytetarëve shqiptar. Kjo është pyetje e madhe. Tani, qartësisht, gjykata kushtetuese nuk ka rrugë tjetër veç se të jetë me drejtësinë, në mbështetje drejtësisë, në mbështetje të luftës kundër korrupsionit, në luftën kundër pandëshkueshmërisë në këtë vend. Ky është një moment historik për të cilin nuk flet askush. Përveç se keni sulmuar gjykatën kushtetuese dhe Spakun, me këtë punë nuk merreni. Dhe gjykata kushtetuese për herë të dytë tha, nuk e marrin dot vendimin. Iku, edhe sot nuk del vendimi. Në fakt vendimi është marrë, por Edi Rama ka marrë peng, po tenton të marrë peng gjykatën kushtetuese. Nuk e lejon të marrë vendimin e duhur, vendimin historik, të pa precedent në këtë vend, që një i korruptuar, një abuzues nuk mund të qëndrojë në detyrë. Dhe Edi Rama nuk mund ta pranojë këtë gjë. Dhe po bën çmos që mos të lejojë gjykata kushtetuese të marrë vendimin në favor të drejtësisë, në favor të qytetarëve shqiptar. Imagjinoni, çdo ditë del me një kërcënim. Po ta dëgjoni dije dolët të gjithë majoranca, të gjithë gazetarët dhe analistët e majorancës dhe diskutonin për hallin e madh të shqiptarëve sipas jush, kësaj qeverie, rrogat e gjyqtarëve. Problemi i madh i këtij vendi na qenë kanë rrogat e gjyqtarëve. Çdo ditë me të njëjtin kërcënim. Si nuk vjen turp njerë. Belinda Balluku me një dorë ka marrë 50 milionë euro në tunelin e Llogaras. Si su vjen turp, nuk e kuptoj. Dhe ju dilni pa pikturpi, thoni rrogat e gjyqtarëve. Rrogat, aq më tepër që rrogat e gjyqtarëve keni vendosur ju. Dhe nëse ju nuk doni t'ja ulni rrogën gjyqtarëve, mblidhuni, mbeni një vendim dhe ulni. Uljani, nëse keni kurajo. Jo me kërcënime, jo me linçime. E kuptojmë që u ka kapur një hall i jashtëzakonshëm. Sepse politika në Shqipëri nuk ka parë ndonjëherë drejtësi. Për juve ishte pa imagjinueshme që kryetari juaj i Bashkisë Tiranës të merrej zvarr nga zyra dhe të çojë në qelinë e Burgut. Për juve ishte pa imagjinueshme. Për ju ishte pa imagjinueshme që Spaku të vinë në parlament të dërgojë një shkresë dhe të vi këtu e të thotë duam të arrestojmë zëvendës kryeministrën. Për ju ishte pa imagjinueshme dhe ju duhet ta ndaloni me çdo kusht këtë gjë. Por duhet të dini që njerëzit ju duan para drejtësisë. Njerëzit duan që ju mos të vazhdoni t'i vidhni. Njerëzit janë me drejtësinë, janë me Spakun dhe ju nuk keni çfarë të bëni. Faleminderit. Si the për Erion Veliajn? Si the? Po Erioni si thonte Erioni për ty? Histori, suksesi. Goni, na erdhi Goni, na ka hapur, ka ardhur këtu për të na sjell modelin
nuk po shpik. Po i referohem lajme publike të një vizite që Ministri për Mirëqenien Sociale ka bërë në biznesin e një sipërmarrësi që kishte ardhur edhe po investonte edhe Ministria po e mbështeste. Shiko, burria nuk është kusht që vetëm të veshësh pantallona. Se mund edhe të veshësh pantallona, po prap ti për fatin e keq. Ashtu siç ke hyrë në këtë sallë në 2017, ta kam thënë shpesh. Se ma kanë thënë ata që të sollën si erdhe. Nuk bëhesh dot politikan o agron duke paguar para për të hyrë deputet dhe duke bërë boost postimet Facebook. Kash, ngulite këtu. Ngele duke paguar lekët ditë për ditë aty. Je politikani që paguan më shumë lek për të bërë shere dhe booste faqen tënde. Shko, a lek gjaku, a manër ti, se ti s'ke faj se ti lek gjaku i ke, se je i vetmi porta borsa që paguash me lek me buxhet shteti. Tani, kalojmë në gjëra, kam drejtë Jozefin këtu, mos unë zeftë të ditësh, se e kisha për Lulin. Kjo pjesa replikës, zonja drejtuese sa në 2 minutë që më takon për replikën me zotrin. Tani kalojmë tek gjërat që na sjell populli të flasim. Si fillim, do kërkoja edhe mbështetjen e secilit për jush këtu. Do kisha dashur shumë të ishte edhe ministrja, po për arsye objektive nuk është. Dhe ja kam thënë që t'jem korrekt me veten, me njerëzit që më ndjekin. Bët fjalë për rastin e një vajze 22 vjeçare nga Librazhdi, e cila po lufton me një smundje të vështirë autoimune, ciroz autoimune, e cila është e pashërueshme në Shqipëri. Duhet i pranojmë, nuk i kemi të gjitha kapacitetet që ta bëjmë një gjë të tillë. Dhe e di fare mirë që në këto raste nuk mjafton thjesht vetëm mbështetja e shtetit, sepse do ta bëjnë gjë të tillë me statusin që ka deputetit, ja kërkoj qeverisë që të mundohemi të kontribuojmë edhe t'ju bëj një thirrje të gjithëve që nëse keni mundësi ta japim gjithë një dorë mbështetje, siç ndodh shpesh te populli shqiptar ta mbarojë autoritant, lutem, po një herë të vetëm, po pa dakord, më thanë që nuk bëhet kjo autoritanship, po të lutem, aman, dakord, nuk bëhet, ndoshta i ke pas bërë ti kur ke qenë ashtu, po nuk bëhet, dakord, po nuk bëhet fjalë për këtë autoritanship. Megjithatë, është diçka që është e vështirë, më thonë që nuk bëhet këtu dhe solidariteti në këto raste vlen për gjithë. Vlen për atë vajzë të shkëlqyer që ka nevojë për mbështetje dhe na vlen gjithëve. Tjetra që ka të bëjë me ligjin për cilin, dy ligjet për cilat jemi mbledhur. Nuk janë thjesht ndërhyrje teknike legislative, por bëhet qartësisht fjalë por një ndërhyrje tjetër në vazhdën e disa ndërhyrjeve që kanë të bëjnë me forcimin e kontrollit ndaj drogave, lëndëve psikotrope, por mbi gjitha të zinxhir kriminal që qëndron pas tyre. Këto lëndë, drogat sintetike, përbëjnë sot një prej kërcënimeve më serioze për shëndetin publik, për sigurinë kombëtare, por dhe për të ardhmen e gjithë shoqërisë sonë. 4 vite më parë, vitin 2022, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i qytetarëve amerikanë që kanë humbur jetën nga përdorimi i fentanilit shkonte deri në 100.000. Në 5 vite, nga 2020 në 2025 janë 465.000 qytetarë amerikanë të humbur jetën
nga fentanili. Më shumë Amerikan humbin jetën nga fentanili se sa Amerikanët e vrarë gjatë luftës dytë botërore. Dhe këtu citova sekretarin Amerikan të shtetit me shifrat që Shtetet Bashkuara kanë bërë publike, dhe ky është dhe shkaku dhe arsyeja që presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka shpallur luftë karteleve, i ka shpallur luftë edhe të gjitha atyre vendeve të cilët me vëmendje apo pa vëmendjen e tyre furnizojnë prodhuesit e këtyre drogave, me lëndën e parë, me lëndët psikotrope, që të na kuptojnë dhe qytetarët për çfarë janë mbledhur përfaqësuesit e popullit sot për diskutuar. Jemi mbledhur për diskutuar për një prej çështjeve që është sot shqetësim global. Se si drogat sintetike janë vrasësit më të mëdhenj të jetës së të rinjve dhe të qytetarëve mbar globin. Shqipëria është prej vitit 2024 antare e koalicionit global kundër drogave sintetike. Një antarësim që na vendos në përgjegjësitë e koordinimit të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjithë aktorët e tjerë në sfidat që na presin. Unë besoj shumë që opozita sot do t'i votojë këto dy projekt ligje. Sepse janë ndër ato raste kur vendimarrja jote mund të shpëtojë jetë. Ku ndalimi i përdorimit të këtyre apo i qarkullimit të tyre apo hyrjes në Republikën e Shqipërisë të këtyre lëndëve, sikurse jo vetëm në Shqipëri, po mbar Europën, Amerikën e Veriut, është e njëjta qasje. Unë besoj që ju e kuptoni rëndësinë e këtyre dy projektligjeve, pa dyshim për efekt edhe të faktit që vinë këtu si pjesë e një paketës ligjore që synon përmbushjen e detyrimeve që vinë nga kapitulli 24 i procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe reflektojnë standardet më të mira të BE-s për kontrollin e drogave, po mbi të gjitha të prekursorëve të drogave. Pra, droga ka prekursor të cilët duhen parandaluar. Zonja e Zotrinj deputet, ndërsa flasim për drogat, e dim fare mirë që ajo pjesë e shoqërisë që është më vulnerabil në këtë aspekt janë të rinjt, janë fëmijët. Dhe e kam thënë dhe vazhdoj ta them, pavarësisht pozicionit që mbaj, qoftë në qeveri, qoftë këtu në kryet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është detyrim i Ministrisë së Arsimit, është detyrim i Ministrisë së Brendshme dhe i gjithë aktorëve tjerë që të rrisim sigurinë brenda perimetrit të shkollave. Një prej kërcënimeve më të mëdha të rinisë kudo në botë, edhe në Shqipëri, janë pikërisht rënja në graskën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Dhe lëndët narkotike janë të shumtma, nuk është thjesht vetëm droga tradicionale që njohim, që është vrasëse, po janë dhe këto lëndë të cilat sot me ligj të Kuvendit të Shqipërisë shpallen të palishme. E në këtë aspekt, në kuadër të kësaj sigurisë në shkolla, unë bëj pjesë ndër ata që mendojnë një lloj si presidenti francez Macron apo së fundmi dhe kryeministri spanjoll Sanchez, se një prej rreziqeve më të mëdha që përballet sot rinia janë dhe rrjetet sociale. Personalisht do ta votoja me shumë kënaqësi një vendim që duhet marrë në konsultim të gjerë, por sipas asaj që po bëhet tani më një trend në vendet që marrin përgjegjësi dhe Shqipëria ka dëshmuar se merr përgjegjësi, është ndalimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Bijem të gjithë dakord këtu, të majtë e të djathtë, po kur na duhet bijem dakord te kafja, nuk bijem dakord këtu në sallë për fat keq,
që rrjetet sociale për fëmijët në 16 vjeç janë një kërcënim. Sepse edhe këto lëndët narkotike dhe droga shpërndahet përmes rrjeteve sociale. Krijohen ato networkat dhe fëmijët bien në grackën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Unë mendoj që asgjë nuk kanë për të humbur fëmijët të rinj nën 16 vjeç në Shqipëri, nëse ne i krijojmë një mburoj të aksesit në gjithë atë vulgaritet, gjithë atë kriminalitet që u shfaqet në çdo moment para syve, ndërsa sapo hyn në një rrjet social. Dhe qeveria shqiptare i ka bërë disa hapa të konsoliduar në këtë aspekt, i ka kërkuar kompanive që i ofrojnë këto rrjete sociale, jo vetëm Meta apo TikTokut, por dhe çdo lloj forme tjetër që të rrisin monitorimin në gjuhën shqipe, në mënyrë që nëse nuk i pengojmë dot me ligj, siç po e bën Spanja, siç po e bën Franca, siç e bëri Australia, të paktën të kemi instrumentet e duhur për t'i mbrojtur të rinjt fëmijët nga ky kërcënim. Faleminderit shumë. Me këtë diskutim mbyllet